nga e cila vjen nga zemra e historisë son dhe nga logjika e së ardhmes son të përbashkët, dhe kjo është fjala ribashkim, sepse në të vërtetë ky është koncepti, e vërteta e thjesht, një domosdoshmëri historike dhe vetmja rrugë për një kontinent që duhet të rigjej vetbesimin, të mbrojë paqen, të ruaj prosperitetin dhe të mbaj peshën e vet në një botë që lëviz shpejt, fort dhe pa mëshirë. Dhe tani dëshiroj të them pak fjalë për Martën, për këtë zonjë e cila për më pak se 2 javë do të ketë mbushur vitin e saj të parë si komisionerja jonë për zgjerimin, dhe në fakt ky fillim i Martës duket sikur ndodhi vetëm dje, dhe jo sepse koha fluturon, sepse më besoni që sa më shumë plak kemi, aq më shpejt fluturon koha, apo jo, Federica? Por për faktin sepse këto muaj Marta na i ka mbushur me lëvizje, me rezultate, dhe duhet ta them edhe me një entuziazëm i cili deri vonë besoja se Brukseli e kishte humbur, varrosur dhe që nuk do të kishte shans që të rigjendej. Dje ma Shqipëria hapi 5 kapitujt e fundit të negociatave, 28 prej tyre në drejtimin e Martës. Dhe që t'jemi sinqert, jo vetëm që nuk më kujtohet, por as nuk mund ta imagjinoj se kur ka qenë hera e fundit që zgjerimi ka prodhuar kaq shumë debat konstruktiv, kaq shumë presion pozitiv dhe kaq shumë oksigjen të pastër politik. Dhe më lejoni që kësaj sale t'i sjell diçka në vëmendje. Për Shqipërinë, ky rrugtim i ynë nuk ka qenë një rrugë drejtë e mbushur me duar trokitje. Ne vim nga një rrugë gjatë, fillimisht të stigmatizuar dhe të nënvlerësuar për shkak të një imazhi ndërkombëtar të formësuar jo vetëm nga veprimet tona të gabuara, por edhe nga stereotipet e amplifikuara të mediave perëndimore. Më pas të vlerësuar nga Komisioni Evropian për përpjekjet tona të shumta e të sinqerta, por të refuzuar nga Këshilli për shkak të debateve të brendshme politike në disa shtete anëtare. Pra patëm këto 3 momente poshtërimi që testuan durimin ton, besimin ton tek Europa dhe vullnetin ton për të vazhduar punën ton. Dhe nuk do t'i harroj kurrë, sepse i kam të gdhendura në kujtesën time fytyrat e zbehta të anëtarëve të Këshillit Evropian pas netëve të gjata të mbledhjeve, takimeve këtu në Bruksel, tek shpreheshin përpara kamerave. BE-ja nuk i mbajti premtimet e saj ndaj Shqipërisë. Por siç ka thënë edhe Nietzsche, ajo që nuk na vrau na bëri më të fortë, dhe ja që poshtërimi u shfaq por si një bekim që ishte thjesht i fshehur. Dhe ne vazhduam përpara me një bindje të vetme dhe të palëkundur që ne nuk i bëjmë këto gjëra për Berlinin, Parisin apo Hagën, por për veten tonë, për vendin tonë dhe për brezat e ardhshëm të Shqipërisë. Bashkimi Evropian është burimi ynë i hapur i njohurive, ne mësojmë më shpejt, përmirësohemi vazhdimisht dhe vazhdojmë punën athuase negociatat tashmë janë hapur prej kohësh, duke u përgatitur që t'jemi plotësisht gati kur të vi momenti i duhur. Dhe ja ku jemi tashmë, qëndrojmë drejt me kokën lart, pasi vetëm për 14 muaj kemi hapur të gjithë kapitujt. Kemi rikuperuar një sasi të jashtëzakonshme kohe të humbur dhe kemi vendosur veten në krye të bllokut të Ballkanit perëndimor. Më lejoni të theksoj se ky sukses mahnitës nuk është vetëm i ynë. Gjatë viteve të fundit, në drejtimin e presidentes von der Leyen, Komisioni u rikthye në qendër të lojës dhe gjatë këtyre 12 muajve, dhe falenderoj Martën në sajt të saj pra dhe ekipit të saj, u dirigjua një orkestër e ndërlikuar duke akorduar instrumente që për vite të tëra kishin qenë të pa akorduara, duke krijuar një harmonik aty ku kishte pasur vetëm kakofoni dhe duke rikthyer besimin e çmuar mes Bashkimit Evropian dhe atyre vendeve që dëshirojnë të bëhen pjesë e saj. Dhe nga ana tjetër janë shtetet anëtare me një energji të rinovuar për projektin e madh të ribashkimit në dritën goditëse por kthjellëzuese të agresionit rus në Ukrainë. Ju jam sinqerisht mirënjohës ndaj të gjithëve dhe siç ka shkruar dikur një britanik i mpret në mendim,
Unë do të mbroja idenë se falënderimi është forma më e lartë e të menduarit dhe se mirënjohja është lumturia e dyfishuar nga mrekullia. Të dashur miq, në barometrin e fundit europian mbi qëndrimet ndaj zgjerimit të BE-s, Shqipëria doli në krye të asaj liste, me 92% të qytetarëve të saj besnik ndaj BE-s dhe 91% mbështetës të antarësimit. Por më lejoni që të sqaroj një gjë këtu dhe që të sigurohemi që ju as të mos guxoni të mendoni se ai 8 apo 9% që i mbetur nuk janë besnik ndaj BE-s apo mos e dhënë Zoti, janë kundër antarësimit. Jo, ata thjesht ndodhi që u pyetën nga anketa me njerë pas në një grindje me bashkëshorten apo me bashkëshorten, ose do kënë qënë në mes të trafikut torturues të Tiranës, ose ndoshta thjesht pak minuta para ndeshjes për kualifikimin të botrorit pra ndaj Serbisë. Ndaj, nëse heqim këta faktor të jetës së përditshme, shqiptarët janë 100% besnik ndaj BE-s dhe 100% mbështetës dhe përkras të antarësimit. Nuk bëjmë shaka këtu. Tani më lejoni t'ju them se çfarë nuk shkon me ne, duke u nisur me një kujtesë për diçka që shumë brenda Bashkimit Evropian, të lindur në një paqe të kadifet, të rritur mbi astëkët e rritjes së përhershme ekonomike dhe të mësuar në një zonë komoditeti ku edhe volumi i gërritjes rregullohet që të mos shqetësohet macja që fle pranë shtratit tuaj, e kanë harruar gradualisht. Të kujtojmë se si dhe pse lindi Europa. Ajo lindi kur kontinenti ynë u coptua në dysh, një perde e hekurt jo prej metali, po prej ideologjie, frike, ndau kombe, familja, fate dhe prapasaj, bisha e gjëmueshme e totalitarizmit e dëgjohet çdo ditë duke kujtuar të gjithë në perëndim se kërcënimi ndaj lirisë, demokracisë dhe paqes ishte real, ishte afër dhe kërkonte përpjekje krijuese në përpjestim me rreziqet që e kërcënojnë atë, siç thuhet në atë fjali që gjejmë në deklaratën e Schumanit më 9 maj 1950. Dhe në faktikisht dhe me dhimbja nuk tingëllon jashtëzakonisht aktuale, ne shqiptarëve nuk na duheshin klithmat e Vladimir Putinit në portat e BE-s për të ndjerë rreziqet që na kërcënoheshin ne, por edhe vetë Bashkimit Evropian përmes Ballkanit Perëndimor. As nuk na duhej shumë për të kujtuar errësirën e gjatë të totalitarizmit, nga e cila u hodhëm në rrugët e Tiranës me shpejtësi duke bërtitur e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Për ne, BE-ja është ende sot, ajo që ajo ka qenë për etërit themelues, është kaq e thjeshtë, një ide e çmendur ndoshta në atë kohë, një ide revolucionare,